Pastaj pendimi e krijon një njeri më të përulur. Ai që pendohet vazhdimisht, është i përulur, është i thjesht. Çdo herë rrugton drejt Allahut subhanahu taala me përulësi, sepse e din shumë mirë që Allahu i lavdron lart robërit e përulur. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. E robërit e Allahut, robërit e gjithë mëshirshëm për Allahu Allahu, janë ata të cilët kur ecin në rrugëve ecin me përulësi. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. E kur ata i ngacmon ndonjë ignorant, ata thonë paqë. Ne jemi të paqes, pra nuk e cenon paqen me vetveten, nuk e cenon paqen me Allahun që e kanë ndërtu pas një procesi shumë të gjatë ndërtimit për një fjalë goje dikuj, për një provokim dikuj, për një ngacmim dikuj. Nuk ja lejon vetes me humbë këtë paqe që e ka kriju, sepse ajo nuk ka çmim që mund ta paguaj. Nuk ka asgjë që mundet me kompenzu. Prandaj nuk ja vlen me ranë në nivelin e tjerë. Pse? Sepse ky ka fitu përulësi për Allahut. Prandaj edhe namaz është i përulur, edhe kur jep sadaka është i përulur, edhe kur shpërndan dituri është i përulur, edhe kur ndihmon njerëz është i përulur. Çdo herë mundohet të jetë i përulur para Allahut subhanahu wa taala.